Rreziku për lumin ton vazhdon. Pushteti dëshiron ta devijojë rrjedhën e tij për interesat të caktuara, duke harruar pasojat që ky veprim do të ketë për mira banorë që jetojnë në lumin e Vlorës. Dhe për ironi, ndërsa ky projekt mbështetet nga qeveria gjermane, Ministri e Turizmit gjerman ka deklaruar hapur se ky është një gabim dhe se duhet gjetur një zgjidhje tjetër. Atëherë me të drejtë mendojmë, por dhe pyesim: si mund ta justifikojnë këtë vendim autoritetet tona, kur edhe vetë mbështetësit e projektit po kërkojnë alternativa të tjera për të zgjidhur? Ne nuk jemi kundër zhvillimit, por zhvillimi nuk mund të vijë duke shkatëruar natyrën dhe duke tharë burimet tona jetësore. Ne nuk mund të lejojmë që në emër të investimeve të na vidhet ujë, të na shkatërrohet toka dhe të na detyrojnë të largohemi nga trojet tona. Ne jemi këtu sot për të thënë: mjaft, mjaft, mjaft. Nuk do të lejojmë që të vendoset për ne pa ne. Nuk do të lejojmë që të sakrifikohet lumi ynë për interesat të cilat neve nuk na shërbejnë. Sot, me unitetin ton, me vendosmërin ton, ne i tregojmë qeverisë dhe investitorëve të huaj se ky lum nuk është i tyre për të shitur dhe për të devijuar. Ky lum është i joni dhe ne do ta mbrojmë deri në fund. Bashkohuni me ne, bëuni zërin tuaj që të dëgjohet, sepse një popull që mbron ujin, mbron dhe jetën e tij. Roft Shushica, roft natyra jone prekshme e paprekshme, roft bashkimi ynë, roft populli i Vlorës.